Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rëfi me Jete, për të ndarë lajmin më të fundit, në fakt që na ka shokuar të gjithëve që ditën e djeshme, vrasja e vajzës në Malishef, vajza 25 vjeçare, e cila u ekzekutua në dhomën e gjumit, duke qenë shtatzëne në muaj të 8, do me thënë 34 javësh, ku dyshimet janë të jetë bërë e gjithë kjo ngjarje, e gjithë ky krim, të jetë bërë nga bashkëshorti i saj, pasi që vajza në fjalë është vrarë me pistoletën e vjerit të saj. Do me thënë, për vrasjen e vajzës apo plagosjen e vajzës, sepse vajza ka ndruar jetë në spitalin të Malishevës, do me thënë, akti është kryer me pistoletën e babait. Ngjarja e rënë që tronditi fshatin Kërfsari të komunës së Malishevës mbetet një nga tragjeditë më të rënda të raportuari së fundmi. Hetimet e zhvilluara nga policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Gjakov kanë zbardhur një seri detajesh mbi dinamikën, ngjarjen dhe gjendjen e personave të përfshirë. Gjithçka ka ndodhur rreth orës 23:20 brenda shtëpisë familjare të çiftit në Kërvasari. Antarët e tjerë të familjes, të cilët ndodheshin në katet e tjera të shtëpisë, kanë dëgjuar të shtëna armë zjarri nga dhoma e gjumit të çiftit. Do me thënë, dinamika e ngjarjes ka ndodhur në orën 23:20 në dhomën e gjumit të çiftit. Pas njoftimit të menjëhershëm, patrollat policore dhe ekipet e urgjencës mjekësore mbritën në vendngjarje brenda pak minutave. Në dhomën e gjumit, zyrtarët policor gjetën të shtrirë të 2 bashkëshortët me plagë të rënda të shkaktuara nga arma e zjarrit. 25 vjeçarja u transportua menjëherë drejt qendrës klinike universitare të Kosovës, QKUK, në Prishtinë, përkundër përpjekjeve intenzive të ekipit mjekësor dhe reanimacionit. Mjekët konfirmuan se ajo nuk mbijetoi dot plagëve të marra. Njëkohësisht nuk u arrit që të shpëtohej as edhe foshnja. Një nga elementet më tragjike të kësaj ngjarje lidhet me gjendjen e viktimës. Raportet mjekësore dhe verifikimet zyrtare konfirmuan se viktima ishte në javën e 34 të shtatzanisë, në muajin e 8, do me thënë, të shtatzanisë ka qenë. Trupit të viktimës i është bërë obduksioni në Institutin e Mjekësisë Ligjore me urdhër të prokurorit kujdestar për të përcaktuar me saktësi numrin e goditjeve dhe shkakun e saktë të vdekjes. I dyshuari kryesor për këtë krim është bashkëshorti i saj, 26 vjeçar. Pas ngjarjes, ai u transportua gjithashtu në QKUK në gjendje kritike për shkak të plagëve të marra nga arma e zjarrit. Ndodhet i intubuar, do me thënë aktualisht djali në fjalë Exon quhet, ndodhet i intubuar me mjekimin intenziv qendror, ku po merr trajtim mjekësor në masa të rrepta sigurie, ku policia e Kosovës ka caktuar roje policore 24 orëshe pranë dhomës së tij. Sipas dëshmive të mbëledhura nga rrethi familjar, 26 vjeçari punonte jashtë vendit dhe ishte kthyer së fundmi nga Gjermania për të kaluar pushimet me familjen. Që nën kupton, djali në fjalë ka punuar vetëm atje, ndërsa bashkëshorti i tij ka jetuar vetë në fshat. Njësitë e forenzikës rajonale kanë kryer ekzaminimin e detajuar të vendit të ngjarjes për orë të tëra gjatë natës dhe mëngjesit të djeshëm. Në dhomën ku ndodhi krimi,
u gjet edhe u sekuestrua një armë zjarri e llojit pistolet, e cila dyshohet se është përdorur në këtë akt. Nga verifikimet në bazën e të dhënave doli se arma kishte leje përkatëse, mirë po ishte regjistruar në emër të babait të dyshuarit. Janë sekuestruar disa gëzhoja dhe prova të tjera biologjike e balistike, të cilat janë nështruar ekzaminimit të më tutjeshëm në laboratorin e forenzikës. Prokuroria themelore në Gjakove ka cilësuar rastin si vrasje e rëndë. Hetuesit policor kanë marrë në pyetje anëtarët e familjes së ngushtë që ndodheshin në shtëpi gjatë natës kritike për të kuptuar nëse ka patur ndonjë mosmarrveshje apo përleshje para se të dëgjoheshin të shtënat. Deri më tani nuk ka një motiv zyrtar të deklaruar nga organet e rendit, pasi dyshuari mbetet në pamundësi për t'u marrë në pyetje nga prokurori për shkak të gjendjes shëndetësore. Po verifikohet nëse në policinë e Kosovës ka patur raportime të mëpërparshme për dhunë në familje mes çiftit. Do me thënë, nuk mundemi në asnjë mënyrë akoma t'i besojmë që ka qenë akt xhelozie e gjitha kjo gjë që ka ndodhur, sepse në fillim ashtu transmetuan nëpër televizione. Unë nuk dua të jap informacione të rrejshme rreth kësaj ngjarje. Më keni shkruar shumë, më keni pyetur shumë, pasi e kam trajtuar si temë. Do me thënë, djali në fjalë, dyshuesi që mund ta ketë bërë këtë krim, është akoma në intubim dhe akoma nuk ka dhënë një deklarat për prokurorin. Do me thënë, është akoma në mbikëqyrje 24 orëshe nga policia e Kosovës. Vajza në fjalë ka ndruar jetë në spital, nuk ka arritur dot t'ju shpëton plagëve, por me patjetër që akti i plagosjes është kryer pikërisht nga Egzoni, sepse në dhomë kanë qenë vetëm ato të dy dhe nuk ka se si ndryshe, do me thënë, të ketë ndodhur ngjarja, duke u bazuar në ato se çfarë kanë thënë prindërit të Egzonit. Familja e djalit në fjalë, do me thënë, kanë treguar që djali së fundmi ka patur probleme mendore. Tani, a e kanë deklaruar rastin në spital familja e Egzonit, këtë do ta shqyrton në vazhdim, do me thënë, policia, dhe do të shohim në qoftë se djali ka patur vërtet diagnoza me probleme mendore, ashtu siç në fakt raportojnë akoma të afërmit, apo thënë shkurt prindërit e kësaj familje. Gjithsesi, unë uroj me zemër që këto raste të ndalojnë në Kosovë, edhe pse është e tmerrshme kjo që ne po dëgjojmë, do të thënë ka vrarë gruan, po ka vrarë edhe fëmijën, dhe kjo është kulmi i shoqërisë tonë.